Mama ç'a bëhet, mos e shif këtë video nëse shumë vonë, se do të tremesh. Kanë ndonjëherë gjë që quhet derealization, sikur të shkëputin nga trupi jot sa sekonda, të fusin prap. Mund të kapi pa pritur kudo që ti jesh, mund të kapi tu ec mes rrugës. Pa pritur nuk kupton pse është rruga kështu, si ka mundësi që jemi në planet tash, si ka mundësi që po ec mes rrugës, shifi njerëz të tjerë, shifi makinat, sikur s'kan kuptim gjonat. Është pak a shumë ndjesia që ka truri kur e gjumi dhe nuk është koshient, pa ma trupi jot vazhdon ecën, vazhdon i bën funksionet. Ndihet sikur për punë sekondash do të bit fikat, do bish në tokë, shikimi shumë i mjekullt, dëgjimi shumë i largët, i shef duart, por nuk beson që ke dur. Ngres ty të lartë, shef qiellin, shef rret, me në vetë si ka mundësi që ne jetojmë gjatë gjithë kohës poshtë kësaj dhe mendojmë se është gjë normale. Ky është pak a shumë derealizimi. Jam i sigurt që ju ka ndodhur pak të një herë. Dhe kjo na tregon që ne jetojmë gjithë jetën tonë gjatë gjithë kohës në autopilot, mënyrën si ecim, mënyrën si jetojmë, mënyrën si ham, mënyrën si flasim. Ti nuk jeton si një pjesë aktive e botës, ti je komplet pjesë pasive. Ti thjesht mendon se gjithçka rrotull teje është normale dhe adaptohesh. Ke shumë kohë që thjesht adaptohesh, thjesht flet si ata, mendon si ata, ha si ata, vishesh si ata. Ti më pak fjalë thjesht ekziston, përveç se në momentet kur godet derealization. Si shumë rrallë shef botën komplet me sy tjetër, nuk e shef ashtu si të serviret gjatë gjithë kohës. Ti pa shef botën siç është, pa filter, pa besueshme, pa kontrollueshme, të çmendur. Dhe në atë moment derealizationi, mendja jote e brendshme që është mësuar gjithë jetën me pas kontroll total mbi ty dhe me qenë bashkë me ty sklav përgjithmonë i frikës, pa pritur hum kontrollin mbi ty, hum kontrollin mbi sytë tu. Dhe ti shef vërtetën, shef që bota që ka shumë më pa besueshme se ç'besoja. Dhe kur të ndodhi herën tjetër, marr me një gjë, nuk është se po prishet bota rrotull teje, thjesht po e shef ti me sy tjetër, po e shef ashtu siç është në të vërtetë. PS, për ju që kuptot që në fillim këtë gjë si ju ka ndodhur më parë. Si bëhet nëse kjo të godet në një ditë nuk tiken më kurrë, si do ja bësh?